Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me zemër të hapur, ku ditën e sotme menjëherë nga Padova, Italis, ka mbritur në këtë studio një zonjë 70 vjeçare, e cila ditën e sotme do të flasi për brengat e shpirtit të saj, por edhe për një histori tronditse familjare. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga krye redaktorja e emisionit Me zemër të hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi me rrëfimin e 70 vjeçares, por gjithmonë duke ruajtur balancat si gjithmonë në emision dhe duke tentuar të lidhemi me burrin e saj dhunues prej shumë vitesh, 40 vite martesë, por një nën e cila vjen duke lotuar në studion e emisionit Me zemër të hapur, tregon pikërisht se është dhunuar fillimisht nga djali i madh dhe më pas duke u pasuar edhe dhuna nga djali i vogël. Dhe për këtë qëllim, shteti italian e çoi në një qendër të rehabilitimit të dhunës në familje për 2 vjet e 8 muaj. Për më shumë, ndiqni materialin e Anilës. Në studion e emisionit Me zemër të hapur, sot vjen një histori që prek zemrën dhe trondit dërgjegjen në çdo familje. Një 70 vjeçare, nën e 2 fëmijëve, ka mbritur me zemër të plagosur, por me guximin për të folur. Ajo kërkon të tregojë historinë e saj, një histori për dhimbjen që nuk shihet dhe për padrejtësinë që shpesh mbulohet me heshtje. Prej më shumë se 3 vitesh kjo nën jeton larg bashortit dhe fëmijëve të saj, larg shtëpisë, larg zërit të tyre dhe, siç thot ajo, larg respektit që një nën meriton. Edhe pse familja e saj jeton në Itali, as distanca nuk e ka shuar konfliktin, që sipas saj ka rënduar jetën dhe dinjitetin. Përkundrazi, thashë the me të fjalë të rënda, akuzat e paqëna dhe dhuna nga fëmijët e saj e kanë ndjekur kudo, duke e lënë të ndjehet e ulur në sytë të njohurve, e poshtruar dhe e vetmuar. Për më shumë, ndiqni rrëfimin e saj të plotë. Rikthehemi në studio dhe menjëherë përshëndesim në zonjën, përshëndetje dashur, mirë se erdhe në studion e emisionit Me zemër të hapur. Ke pranuar të jesh me fytyrë, unë të thash je viktime dhunës në familje dhe për shkak të moshës të qëndroje me kurriz dhe ke këmbgulur, ja, edhe tani këmbgul që t'jesh transparente, t'jesh drejt për drejt, por me një problem shumë të vogël që unë do të trajtohem pa ta shfaqur identitetin, vetëm imazhin, kush të një të një. Gjithsesi është e drejta jote të përmendësh edhe emrin tënd të plotë edhe mbiemrin. Unë nuk do ta përmend, thjesht përshëndetje zonjë, mirë se erdhe në studio nga Padova, ke bërë pak pushim rreth 4 ditë dhe je në studion e emisionit Me zemër të hapur për të folur një herë mirë, por edhe për t'i bërë thirrje 2 djemve, por sidomos edhe djalit të madh, sepse me bashortin gjithçka ka përfunduar dhe keni nisur një proces ligjor të rregullt për zgjedhjen e martesës. Do të flasim vetëm pas pak, sepse përballë dhe në krahun tim është avokati, zoti Ibrahim Sako, përshëndetje. Ibrahim, mirë se erdhe. Ne kemi diskutuar gjatë, një pjesë të diskutimit ke qenë edhe ti në këtë studio. Zonja është në një gjendje të rënduar emocionale, sepse vazhdimisht qanë. Pra, problemet e moshës së tretë shoqëron ka shqiptarët edhe në vendet ku ato prej vitesh kanë emigruar, si kjo familje që nga 2008, por me sa duket ne mbarti me vete kulturën dhe mentalitetin shqiptar dhe nuk integrohemi kurrë në vendet që shkojmë. Janë probleme që në këtë moshë ka zonja e nderuar dhe me gjithë kalvarin e jetës që ka pasur, nuk duhet të kishte këto momente, duhet të gëzonte një jetesë të qetë, gëzonte fëmijët, nipërit dhe mbesat, por fatkeqësisht mentaliteti ynë shqiptar të le për dëshiruar, mungesa e empatisë që ne si popull kemi është aq shumë e theksuar sa çdo debat ne e kalojmë në një sfidë personale, urrëtie dhe ndëshkimi sa herë që mundemi për të ndëshkuar personin që kemi konfliktin. Shpresoj që situata të zgjidhet dhe të kalojë në mënyrë sa më të paqe dhe më të qetë për ju. Në fakt, zonja, edhe pse kemi folur gjërë edhe gjatë me të, më ka bërë përshtypje se asnjë moment, edhe pse bashorti prej 40 vitesh ka qenë dhunues, do të flasim për rrethin vicioz të dhunës, si është trashëguar tek fëmijët. Fillimisht ka filluar djali i madh dhe më pas djali i vogël, por mënyrën se si shteti italian e ka marrë menjëherë në mbrojtje duke e çuar në një qendër për ta rehabilituar 2 vite dhe 8 muaj, por nuk ka folur asnjë fjalë të keqe për asnjërin nga 3 burrat e shtëpisë. Dhe për këtë më vjen mirë për fisnikërinë e jashtëzakonshme që ti po tregon në studion e emisionit Me zemër të hapur. Je fort,
Do ta përballojmë se të kam pyetur edhe gjatë përpara se të hynim, gjatë bisedave tona. Je e fortë edhe një herë po të pyes, mund ta vazhdojmë këtë emision? Në të kundërt unë e mbyll këtu. Jo. Mua më mjafton ti, emocionet e tua, ti je ti mirë, por ti thua jam e vendosur. Pse kur unë të propozova të ishe me kurriz, duke qenë se je një viktime dhunës, je edhe në moshën 70 vjeçe, the, jo, e vis, unë nuk kam asgjë për të fshehur. Madje unë nuk po drejtohem as me emër. Pse? Minushe. Jo, unë e di që je zonja Minushe, por prej 4 ditësh more pak pushimen, se kem mbritur nga Italia për qenë pjesë e kësaj studioje, një 4 ditësh pushim dhe ja ku jemi sot për qenë më e fortë se kurrë. Atëherë, zonjë, le të ndalojmë pak, më thej që kam 40 vite martesë me bashortin, apo jo? Po. Si ka qenë njoja juaj përpara 40 viteve? Para 40 viteve, njoja ka qenë kështu, që themo të mamë të familjeve. Me shkuesi? Me shkuesi. Po? Paka shumë. Edhe, u dëtërova. Së mund të them as dëtërim se nuk më t'i hu faja në prindët një që nuk jenë sot. Unë kam qenë 26 vjeqe. 26 vjeqe? Po. E pjekur? E pjekur. Po. Ishe gati për të krijuar një familje? Me kuptim në fjalë që ishe gati, po s'kishte ardhur momenti kur i thonë. Njeru i dur. Deri në ato momente, më thua, në moshën 26 vjeqe, isha e pjekur, s'kishte ardhur momenti, ishte mosha e dur. Ti vetë, kishe tentuar ndonjë njohje, ndonjë pëlqim? Kishen tentu djemt me fjalë që më afroshin shumë, s'kisha... Ti punoje në atë ko, apo jo? Po, kooperativ. Ke studiuar? Kooperativ. Po nuk ka rëndësi, në kooperativ. Kishe besoj djem, burra? Sa dush. Po. Sa dush. Unë për vendën temë s'kam qenë zonja, më ofrua s'kujtë ose s'kam pranu. S'ke pranuar? Ja. Pra, deri në moshën 26 vjeç, zemra se kishte bërë bam për asnjë. Asnjë lloj pëlqimi për dikë, qoftë edhe në distancë. Jo. Më kanë rreth rrotull me letra, me shkresë, me pra, ishe admiruar nga djemt? Unë s'qeshës e zonjë, kur i thonë. Nuk ishe. Ti vije nga një familje çfarë? Me nënën, babain dhe 2 vëllezërit? Nënë e baba 3 vëllezër. 3 vëllezër. Emrin e 2 motra. Edhe 2 motra. Një motër kam, për janë 2. Jo, flasë në atë kohë ti kishe këtë familje, ka ishtë madhe. Kishe të martuar, të fejuar, motra, vëllezër, para teje? Motra ima a martu 4 vjetë para meje. Edhe ajo një martes të tillë, si e jotja me shkërësi? Po. Kush ta propozoi bashortin? Atëherë, bashortin ma ka propozu, ishtë tesja ime, nuk jetojnë mua as burë, asaja. Si e njënte tezja jote këtë person? Ishin farefis, njëtën biemër Doda. Ishte farefis bashkëshorti? Eksakt. Bashkëshorti i tezës, po? Pa. E ne kanë ardhë kë shpia ime, mu prezentu djali, është prezentu, në mu kam shpi kam qenë, jam ne do të tamam si për herë, edhe si përfundim, 2 ditë më vonë nëse, ato priqin fjallën teme, kë shpia burit. Me fjallu pamët natën në shpi teme, kanë hongër bukët tu, me familjen teme, edhe priqin fjallën teme. E nëna ime më tha mu, të shti si du t'ja bëjmë, tha, me nohë mirë, i gjysë ditëm ka prit muja, për thonë fjallë, nuk si shë gati, thonë drejtë në zotit. E ne, si t'ja bëjmë, haj mirë, thuj po, sepse unë nuk isha full me djalin, që t'i thoshë unë të mjetë që kishon për t'i thonë. E ne, u bo po, shkoj personi, qënë i gjajtem, shkoj kështë familja, ish burit tem, i thonë që po, Minushi o dakord. E ka qenë që mos tërë... Që mos të ngelemi ka shumë detaje në një... Me kuptimin që, jo, do me tërgu këtë mu që unë kam... Pra ti nuk e ke takuar kur atë për para se t'jepje fjallën? Po, jo, para se t'jepje fjallën. Po ti ke pasur dhe propozimet të tjera, personat të tjeri ke takuar? Jo, as njëri nuk e ke takuar? As këte jo. Kështu ka bërë dhe motra jote, kështu kanë bërë dhe familjarët e tu? Po. Pra, kushti jote ishte të atakoj dhe t'i thoi ato qëfar kishe? Brava. Se kishe këte, vetëm punë e moshës. Po pra, duhet thënë që aji është pak vite më i vogël se ty. Brenga ime ishte kja, e dham fjanë për po. Ata e erë nga shpia jonë, me datën 20 prill, nuk ka rëndësi, po? Të vitit 1982. Po?
E ne për unë orë dore i gjotë tjilë. Me dhe atë 1 maj, u lash takimin me hik me dalim gjirë me taj. E lash shumë takim, me datë 1 maj do dalim. Fjalla parë që kam qenë nga gojë, kam thonë, unë jem 26 vjeqë, sa vjeqë e ti? A im tha jem, a i zë dy e pak. Jem, nuk tim bata spjo fiksisht, u tham 3 vjetë. Paka shumë 3 vite më i vogël se ty. Më i vogël se unë. E ne, gjatë bisedës që këna bo me datën 1 maj 82-shit, i kam thonë, më qojmë mi fjallë nejtë më ca orë për jashtë, kështë ku më tjera anë vilës, ta më të gjirosja ta që si motër e vla. A ne i në këthejmë shpi. Gjatë rrugës për që u këthejmë shpi, i thash, të japë 2 javë a fatë, so nuk du me ofendu prindet e mi. Të japë 2 javë a fatë. Nuk më të thamë sot prindve që unë nuk e du këte. Se nuk ishte sepse a ishte i keqë, po ishte, nuk mund të thoshtë as i gjohë fjalë tjetër, vetëm u lidhe ke mosha. A një i dhash 2 javë a fatë. Hikë shpia jote, folë me nonë tatës, babën së ka pas. Folë me nonë tatë, me vlesë të tujë, me otër tujë, me farë fisin tatë qërdushti, të pres 2 javë. Po erdhe, okej. Po nuk erdhe, rrugë të marë ti, e unë, rrugë të marë unë për punë të mija. Po. Ajo, erdhe. Pas 2 javë, erdhe. Do doja të mos ndaleshim shumë detaj, se kemi shumë detaje në fund. Është i detaj se ai tjetër mund thotë që për punë e moshës në është ka hyrë kja, ka hyrë konflikt për te, ku ta di unë. Mirë, bëre mirë që e tregove, i ke dhënë hapësirë 2 javë ko, bravo të qoftë, në 1 maj të 82-shit, vajzat e moshës tënde nuk besoj të kishte kaq vajza mirë kuptuese, megjithatë ti e ke bërë këtë gjë dhe u martuat. U martuam. E në martu mas më 17 tetor. Oke, shumë shpejt. Po të 82-shit, shumë shpejt. Po, shumë shpejt. Në maj deri në tetor, besoj se jeni takuar shumë rrallë. E në taku, vejtë ke shpia. Po. Vejtë ke shpia. Jeni taku shumë rrallë. E pranoshë me janë në shpi. Filloj martesa juaj, si ishte kjo martes? Martesa ime ka shku mirë me burrin. Sa vite? Ka shku dherë se lindi quni tjetër. Derse lindi quni vogël. Quni vogël. Do me thënë, nga martesa dhe lindja e quni të vogël, ju keni shkuar mirë. Po. Të ka dhunuar në këto vite? Ja. Ka ngritur zërin, keni basur debate? Ja. Unë i të tregoshe, për shumë të ishëm të vjera. Mbi gjenof në mizon më gojë, se nuk jenë gjallë. Nuk jetojnë. Të ka mirë kuptuar, besoj. Nuk më kam, kjo ka qenë e keqe. Pra, në frena ato e kam bajtur gjithmonë nëna, në ekuilibra. Jo se i për shembull rritën në shtrim të nënës vetë, në shtrim të flesën vetë, më të shumë. E kuptoj, me gjitha të vjera juaj, edhe pse ndjerë tani, jetonte dhe gjithmonë e mbante në ekuilibra që duhet të sillej si një burr i vërtet me ty. Me sa duket, pas vdekjes së vjerrës kanë filluar edhe shumë problemet. Ja. Lindi djali i madh, lindi djali i dytë, çfarë ndodhi? Me djalin e madh unë desh, të drejtën, vetëm për mënyrën se si u sill të vjerra më mu, do shëm hik prej shtëpie. Ma kthejnë menën, nuk hikët prej vjerrës. Pse doje t'ikje? Sepse ishit debate? Unë nuk e kthesha përgjigje. Pa ja do në më mbytëru mu që u të pënojshë e të majshë në kunatët e në fëmijët tjerëve. Bu gocë s'ka që të hajë. Do më thënë, edhe të punoje, dhe të rrisje fëmijën tënë, por të rrisje edhe fëmijët të kunetërve. Ju rinit gjithë bashkë në atë? Ja, ishën se cili më përshpijet vetë, kjo me e forta, që nuk e pranoje unë këtë gjë. Kjo thashtë më mirë t'i për shpije fare. Qartë. Bubu kalamajt e gocë, bubu kalamajt e qunit në vorë, bubu kja buboja, muna futa shumë zëher nga mrejna, për shumë gjona. Me mënyrë se si janë sjellë ato me vlesën me vlesën. Po, kur ka filluar dhuna për herë të parë, zonja? Dhuna, për kuris tem, nga burri im ka fillu, kur quni vogël ka qenë 10 muaj, 9 muaj, eksakt, nuk kam shkrujt, si thoni fjale. Po pse të qëlloj? Atëhere, una, si që shampun, shkoha morë qunin qerdhe, ne u ktheva në shpi. Këtë ditë, si plan që e kishim bo, burri do hikte këshpia ime maminës. Unë ktheva, prej pune e ule qunin mi stollat u mo që kishim nese, shumë fëkërëlek, jash mase. E ne hika, unë da them, hika në banjët. Hika në toalet, po. Po. Më këtë moment hy burri me në më dhomë. E ne quni vogël, normal që qabë, nuk ishtë në prezencë, banjë ishtë në fore, për jashtë të shpisë. E ne këthejem unë, halapa, e ne kypë më thotë, pëse qa quni? Po të është më shifë. Sësim të errafë, sësim të shemë të nejtë. Ato më gjujti. Gjujti,
me thënë drejti kam gjujt në unë. Që si për tavolinë që ishin tasët e la, që kena pas dhamë, guzhinë e gjithë me i vendet u mëmë, që ta më të shumë keqë. E në e hudha këshu, s'ta mëmë për i... Unë po të them që sa dole për i banjë, s'ti më thonë pëse qatë që unë. Mënë se me e morë shumë kraje, që të sonte, ne isë më, gjujti për ty ti prapë më them boni vësheja, kam lejtë 3-4 ditë shpisë, sepse nuk hikte enzimja. Syve, morët shumë kra, hike kom shio, thashtë se për s'dishtës që më bëmë. E në më ka që hiku. Dhe kështu fijoj dhuna e dytë, Këtu ka dhuna e nisë. tretë. Këtu ka nisë. Dhe doja të pyesja. Çunat ishin të vegjël, djemë të vazhduan dhe u rritën, dhe do doja, a kanë qenë ata prezent kur ti e rrahur? Prezent kanë qenë. Në disa raste po, në disa jo? Po, mi rast ka qenë kështu që burri mu më ka raf, se unë nuk e ktheje përgjigje, e kupta gjatë me shmangë sherët të mdoja, unë fare të zero. Turo ne, vëtëm për të bopun për qenë, për të hecë për para unë si familje, asë i jo tjetër. A kanë qenë djemë prezent? Kanë banë qenë mëndë si vegjël, kanë reaguar ata kur nën arrije në sytë të tyre? Atëhere, mësët fëmive më ka raf për qënë në motrës vetë, kishtë të bo gabime i, kështë shku ke familje. Nuk di më të spiku gjithë, nuk di se... Nuk ka rëndësi. Ka për një gabim, një fëmi ishte, besoj? Ja, nuk ishte fëmi, ishte burra, ishte burr, 20 vjeç. Fëmija motrës. Ishte për gabimet e ti dhe... Fajnë i kisha unë. Po pse? Sepse kë ka shku kej familjari që o për para kushori me burrin tem, unë e kam qënë tezje. Ka shku më bërt kësaj familje. Po? Kjo familje ka pa që më këto bërë. I kanë fola, i kanë trajtu keqe, unë nuk e di, se s'kam qenë prezent atje. Të shti, motër vetë hu fjalt, sepse kjo është, unë jem gocat kushori më këtë djalin që ka trajtu keq që unë e motërës burrit tem. Po, e kuptoj. Qëfaj kishe unë? Këto nuk e di. E në mrafim, gjujti burri mu më këto moment. Djemë t'ishin aty, fëmijët ishin prezent. Unë a mora djalin e vogël, e në thash do hikë, se më tha këshu, do të vras, do të pres. E kupto. E në u thash, më mirë, për shkoj sot ka prendet e mi, të them, qofë se unë nesër, jam e vdekme, jam për këtë problem. Po. E në shkofë ka prendet e mi. U të kohë me bëmë tem gjatë rrugës, pare së më hymë shpi, a i shkrejt nga këtë të qajtë më kisa unë. Se kuptoj situatën. E kuptoj situatën. Kanë parë ndonjëherë prindrit ndër vite me shenja? Ja. Ja. Nuk i Por tërgojë. e ka kuptuar situatën. E ka kuptuar, e ne ja tërgojë, për këtë qëllimi fjalë. Si ke pasur familjarët e tu, më lërë të të bëjtë ca pyetje. Se të regon shumë detaj dhe mua më vjen mirë që në këtë moshë ti ke një thellësi mendimi edhe mban mend çdo detaj. Por ndoshta publikut nuk e interesojnë detajet për të kuptuar çfarë ka ndodhur tani në fund dhe ti ke po kaq shumë detaje tani në fund se çfarë ka ndodhur, se në moshën 70 vjeçë të shkosh në një qendër rehabilitimi në Itali, edhe kjo është skandaloze. Le të ndalojmë pak zonja Minushe këtu te ky moment, prindrit e tu kanë përkrahur apo jo? Më kanë përkrahur, për në mundësi nuk e kishin, mi fjalë që më thonë që mirë, hajtë këto, jeto këto spik. Po? Unë i thash që, o ba, gjatë që kur filloj të qatë, i thash, nuk e më doharë me të nejtë unë korres. E qartë. Në hika më rapë që, mora qonin, hika më rapë që, burim ka nga shpija më pres, maminës ka në bicikletë, unë më qonin të më kom. E kuptoj. A mund të më thuash pak fëmijët se mund të pyeta për djemët? Po. Të mos dalim ke familjarët se ishte pyetje pak më vonë. Djemët si reagonin kur shikonin nënën në moshë të vogël, ë? Ishin të vegjël. Po kur u rritën? Kur u rritën, më kanë dash jashmase, më kanë një mu jashmase. Sepse ai ka rrahur edhe në fund. Kur djemët u rritën, të lutem, mund të më thuash dhe babai i tyre të rrinte në sy të tyre. Si vepronin ata? Atëherë, kur kanë qenë në Itali, që i moment, e në Koren fëmijët për i pune, më thanë, që ka? Se kuptohat, unës nuk e shpret do të mi fjallë, nuk jem tip që e marë haku në moment kër i thoni fjallë. E ne i thashë, unë këtu, thashë, unë ishe ullën, apo boshe i veprim kështu, puri më tha që jo ishte qare meje, po poshte gjimnastik, trupi. Puri u cëru, u mërzit, e ne unë, u thashë, për që jem të bo? Kushina ishte e madhe, qëfar jem të bo, jem këtu, ti e tje.
se më do të bëha si gjë. E ne, ku erën fëmijët prej puna, mu më kuptohen që nuk ishe të rëzi si për natë, si për ditë. Që ka ma? Pëtë një babë më të dhe thashon. E ne i folin babës vetë, në këtë moment, në këtë rast. Në këtë rast, po. I folin, i thanë. Qetësohemi pak. Është momenti e kam të detyruar të dalë në një hapësirë publicitare, edhe ti mbledh veten, sepse në qoftë se në këtë rast djemt kanë qortuar babain e tyre, edhe pse jetonit në Itali, edhe pse ti thua dhoma ku gjëndeshi të dy ishte shumë e madhe, ti po bëje një aktivitet, po guzhina, po bëje një aktivitet fizik, ndoshta edhe për problemet shëndetësore që ti ke, por nuk ka asgjë të keq që ta bësh këtë aktivitet fizik, se të gjithë na mban gjallë aktiviteti fizik, qoftë edhe për të mbajtur trupin në formë, nuk ka absolutisht asgjë të keqe, por më e dhimbshme është kur ti në një moshë 70 vjeçare, jo vetëm që je dhunuar nga bashorti, por je dhunuar fillimisht nga djali i madh dhe më pas ka pasuar dhuna edhe tek djali i vogël. Pse? I tregojmë vetëm pas pak, menjëherë pas hapësirës së parë publicitare. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi në pjesën e dytë të emisionit për të vijuar bisedën me 70 vjeçaren, e cila është dhunuar jo vetëm nga ana e bashortit, me të cilin ka 40 vite martesë dhe ka nisur një proces divorci për zgjidhjen e martesës, por edhe nga djemt, djali më i madh është 42 vjeç, i cili nuk ka asnjë komunikim me nënën, babain dhe vllain më të vogël, dhe djali më i vogël 39 vjeç jeton me babain. Atëherë, zonja Minushe, le të ndalojmë pak tek problematikat e fundit. Ti je dhunuar ndër vite, në Itali keni shkuar në vitin 2008, fillimisht vajtën djemë dhe më pas ju bashkuat familjes së madhe. Djali i madh është 42 vjeç dhe ka familjen e tij sot, apo jo? Gjithmonë të ka akuzuar si një nën xheloze, ndoshta për gruan që ai ka në krah. Ti thua këto gjëra nuk janë të vërteta. Ndërkohë, do ndalojmë pak tek djali i vogël, i cili jeton me babain e tij, por djali i madh nuk ka një komunikim as me ata dhe as me ty. Çfarë ka ndodhur? Si të dhunuan të djemë, se është e pa perceptueshme sot. E për të herë do të folim për djalin e madh, pra se shkaku që më rref i vogli është shkaku të madhit. Ndalojmë pak, vazhdojmë. Pse të rrahu? Dhe kur? Çfarë ndodhi? Po, masi u feju, e pro gocën në shtëpi, mas 3 ditëve më tha mu, ti fol fjalë negative. Ja bona pyetje, ma thuj kush ka fjalë negative, mos ta përdor. Kishte 24 orë nosi që kishte hyrë në shtëpi. U halas kishte filluar me komuniku me ta. Tham drejt në Zotit. Shtetasë shqiptare, italiane, shqiptare. Okej. Edhe e myllit të shtunëm drejt këtë mohabet. Të dielën të njëjtën gjë, i tha vllai vet. Or ke filluar deri dje tha fjalë negative. Thuje kush është. Të japim përgjigje. Ne ai u nën nga tavolina, nuk e dha përgjigje vllait vet, u nën nga tavolina e tha: ti e mama e keqen botë se e bo xhelose se në fiun. Or djalë, që të thonë, vetëm ka që kam thonë. Burri, si që për dalë. Ti ke qenë e kënaqur me fejesën e ti? Unë s'kisha asë lloj problemi. Ata janë njohur vetë, apo jo? E njohur vetë, me shkëllësi, si thoni fjalë, me ndërmjetës. Vajza të kishte pëlqyer, nusja e arshme e djalit tënd? Atëherë. E mirëpritet ti në shtëpinë tënde? Më normal që e mirëprit, jo se, si thoni fjalë, nuk di më të shpjegoj se nuk e kam gjetur në gocën me thonë çunit, kjo gocën merret ti. Çuni e pa, u kam qenë prezent kur e ka pa, edhe më tha, unë jem dakord. Okej. E prum shtëpi. Po, kur e sollën në shtëpi, ti e prite si vajzë apo si nuse? Si vajzë. Si vajzë. Se ishin hala, si thamë, ishin edhe 10 ditë që ishin njoftë. Po. Si gocë. Po. E në kur e përmend që gjithë jetës theme goca, nuk di mi thonë nuse. Se halas ishim... E di pse e them këtë gjë, se zakonisht nënat që kanë rritur djem e kanë shumë vështirë për të pranuar edhe një vajzë në shtëpi. Janë ndryshe nënat që kanë rritur dhe djem dhe vajza. Për mua është e kundërta. Ose që kanë rritur vetëm vajza. Është e kundërta. Nuk e di, nuk mund ta imagjinoj. Mirë, çfarë bëri djali i madh në ato momente? Atëherë, djali i madh mori nusën për kraj, e në tha, ti e nona më keqen botë e buxhelose, më 24 orëve ti fol fjalë negative, që më fol shumë. Alas, nuk ishim njoft në njëra me tjetrën. Fare. Po? Ka hyrë për të mërkur, ditë në shtonë drek, unë is sherri. Ditë në djelë më tha, je nona më keqen botë. Okej. Pastaj çfarë ndodhi? Atëherë, unë prap nuk është se, si thonë, ne këtë më torinja, ku ta di ume me ta spiku. Po. Fare. Thashë, do t'i thirim tronit.
E do të thonë, falë ma, ka në kaqë, zero. Ajo dilte me djalin, boshe në ngritë veta, si kom do hynë fare. S'kom qita si fjalë për gojë, për ta jem krenane që folë me balë hapur e me kapten nalë. Çfarë ndodhi që ngriti dorë ndaj teje? Atëhere, gjatë periudhës, deri mi fjalë nga gushti, që u thanë këta fjalë, e të qojmë Shqipëri, për punë, për dokumentash e patente, ku të di unë punë të tyre. Nga gushti deri kur? Deri para vitit 3 që u kthe nusja për e nejta, në bon vitnerimi i vend. Po, që ndodhi? Asë gjë tjetër, nuk e di që nusin ka morë për Shqipërije, o ma, Kloti thot kështu. Hani ma më thërse në gjona kopje këta, i këtejt një vetë, që të dhe unë s'më. Pra, i kalon çdo çift, ajo po ankojit e këty si nëna e saj. Eksakt. Si një shoqe, po. Unë i kam kësaj përgjigje, jenë gjëna të ju jetë më rëndësme, unë nuk di se jo, nuk kom që ti pës Klotin. Fare s'kam dërhyuna. Punën e problemeve të tyre. Djali pse buri dorë ndaj teje, të lutem? E vashavasht është ti. Kja po më thonë të mu, gjatë gjithë periudhës që reshëm i vend mësaj që më që u kthe për Shqipërie, ku të di unë do të përvoj Klotin sa më do, sa nuk më do, do të shtrom spital, do të thamë ushtru spital, më datën, ka qenë ditë shtonë më darkë, djeli, data 8 janar 2012, unë nuk di me gjithë të shi fiks, vetëm këta gjone kam fiksu. Aja ushtru natën në spital, se për të provu sa e do djali. Pa që nësë mund. E nëse më ushtru në spital për kontrol, sepse jemi së mund, kam diçka më këtin. Nëse punë të saj, nuk më interesa. Djali shkoj për mrapa, më tha mu jenë të hikta këtë spitali për ndo sokorës. Mi thonë të mu gjatë ditëve që ishë me ta, mi thonë të komplet planin e saj. Okej, shkoni. Nëse me nga ora 10, djali mu me në telefon, o ma, a më në hecë merë të voglin, e në hajde këtë spitali, se nuk mund përduroj morë, hajde rektuti se ishëm për ndo sokorës aja. Në urgjens, po? Në urgjens. E në hajde rektuti me staloj vetëm. Okej, shkumë me djalin, ajo nisë për shpi. Gjatë kohës që ne i të unë ato, unë futëm rejnë në këtë dhome, e sajtë të unë i voglë rejtë i qingë ma ne, pa e shiftën nga dera. E në kur kalosh e infermierët, kem lonë dhe kaptinën. Me qafo, i thosha në unë, së më e di shëri. Zë jo, vetëm se nuk e thosha, se më pësë, ori që të bo, më së bëhtë të pëdëlliqe, nuk e kam thonë. Nuk kam desh unë me e thonë të fjallë. Okej, mos fokusohemi këtu, po? E ne, dulë për spitali, boni të veprime që boni, erë për më shpi, do të hikshim këtë që një gjajtë e sajtë. Gjithë si familje. Djali vogël mu më tha. Ma tha, aja nuk merita ta respektin temë. Mënyrë se si silët ta këtë shtu tha, aja nuk merita. Nuk e kene thonë asë vjës fjale, pa mërë si që kemi thonë të mu për shumë që nuk merita respekt. Nuk më që të bëj, nuk më të vejtë. Dakor, qëfar ndodhi? Asë ndodhi, asë i që filloj të mësaj djali që ka nisë më më raf, kur babës vetë, i vdikë në vetë ermë Shqipëri. Di gjyshja, po, Vjera, jote, po. Vjera ime, edhe vla im që ishte me Itali, nuk ka pas ka morë vlanë tem, burrin tem në Shqipëri, ku që ka arë për varrim në nonës, e në djalim tha mu, këtheje më rapsht të vlanë tatë, më zvjeri këtu ka shpije, se u këthej burri nga Shqipëria që boni varrim në nonës, e më Itali pra. Vla im nga Italia, më arë, këj familje... Por deri sa nuk e kishte telefonuar të mos vinte as për vizit. Edhe më tha djali mu, o ma të këthej vlanë tatë të më rapsht, se nuk e du më shpi. I si thonë, pa e kuptu, qëllimin. U i thash ona, ore, si ta kthej unë, thash, se më ka mërsye me kthej, që ti them? Kthej e mrapsh nuk e du më shpi. Atëhere, i thash unë, atëhere, a i të vjeri, thash, ti qofë se nuk do me prit, me nusën, thash, o dilë dhe rip e 2-3 orë, për jashtë që të më të dilim i kafe, dilim i gjirë, ditë pushimi ishte. Jo, thot, ti do të kthesh, e në kap, për shumë, për fjokë shumë, vërdalë në vërdom 2 orë. O kthe vlantat, o s'ka. Kthej e ti thash unë, ose pëse prit. Unë se këthej, thash. Nuk kam kuraje me i thonë. Këthej u mrapshti, ata i kështë lyp makinë këtu ardhë. Gjatë rrugës e i merë, qëmë tem telefon, arrit, im të ardhë. Këllë e këtheje. Unë se bona. Në këto moment ishe shumë e vështirë për herë të parë djali vë dorë mbi ty, ka qenë prezent burri, ka qenë prezent nusja. Atëherë, nusja po, e në që një vogël po. Burri jo? Burri, kur nisi djali këtë muhabet që merë
vlam tap në telefon këtë emrat, e në kuj i tha, ja, e marë ti telefoni, e në hiku këtë gjiro për jashtë. Dakord. Besoj se ai e mësoi kur u kthye. Po, kur u kthye, po. Vllai erdhi? Po, erdhi. Po. Unë ishe e vdekme. Po nuk të pa që ti ishe dhunuar? Ai e ka pa, për 100% se kanë kuptu. Gja që nështë për letë që probleme shkanë mrena. Ti për edhe teatr në sytë vllajt. Djali me nusën e priti? Po, e priti bon kafë. Po mirë, mund ta di reagimin e djalit të vogël dhe të nusës kur ai të dhunonte ti çfarë bëje? Ata çfarë bënin? Sere. Që unë i vogël i majtë i kra për momentin vllajt vetë. Po. Sepse gja që i thoj të ky që kjo nuk në do neve, për në nuk e këthejmë rëpës vllani vetë. Kjo ishte era e parë që ti e dhunuar nga djali i madh. Ka pasur dhunë tjetër? Prapë, deri në fund të gushtit 2012, po, prapë. U bë rrugë. Po kështu të ka dhunuar dhe djali i vogël? Mrapa, shumë vonë. Shumë vonë. Shumë vonë. Kur vendose ti, se më duhet të lidhem edhe me bashortin tënd në këto momente, kur vendose ti thuash stop dhunës 3 burrave të shtëpisë dhe të shkoje në shtetin italian në një qendër rehabilitimi që ta siguruan ata. Se ti sot je vetëm. Mos 9 viteve. Mbas 9 viteve që je dhunuar? Po. Me fjalë, nga 2011 që nisi djali madh, deri në 2022. Se djali madh u nda mas 9 muajve. Hikum vetje me nosën e vet. Po. Unë mësa njële me të vogli, po i vogli, me fjalë, e ka përjetu i ashtë masë e keqë. Hiken tënde? Hiken e vlajt vetë. Hiken e vlajt vetë, po. Mënyrë se si. Po. Me fjalë... Dhe të fajson të ty në një farmë? Ja, nuk fajson, edhe me së më thonë në kaqë. Ka përësit, mi hanë, masi kur u shkëput, që hikë mund më shpi tjetër, ku të di në rejtë qetë, nuk do me të pa me qa, fjallë të veta. Po. E në më thonë të mu më snaj që Klodi, se Klodi qujnë, Klodi qofë se vje i bi dërës, ne të t'i hapim dërë. Pa mo, unë nuk kam, nuk kinë ne, si thonë, nuk më t'i hodhu ma skori, si gjitha që ka bo Klodi, për të shku ne me të rokit këtë dërë ati, me këtë kuptim. Zënja Minusha, ti dhe publiku po dëgjoni në këto momente që bie një telefon. Ne jemi duke telefonuar bashortin tëndë. Akuzat janë shumë të rënda, ke shumë për të treguar, por ka që shkoha televizive, ndoshta detajet publikut nuk i interesojnë, ndoshta dhe ne, jo, por çfarë do lloj arsye këta zotrin kem pasur, që nuk mund të quhen tillë, nuk e di e kam zotrin. Alo, përshëndetje? Të më njoftoj dikush nga regjia nëse e kam zotrin. Alo? Alo, përshëndetje? Linja është e hapur, zotria na dëgjon dhe nuk flet. Alo, përshëndetje? E mbylli tani pasi dëgjoj zërin tim. Ndoshta mund ta tentoj në një rrugë tjetër nga numri im i telefonit. Do mundohem pak. Pra, vllai vogël gjithmonë e mbronte vllain e madh, sido që të ishte puna, ju do t'ja hapni derën. E mban mend momentin kur je larguar nga shtëpia, kur i ke denoncuar ti këta persona? Ja. Po si shkove në një qendër rehabilitimi? Atëherë, nuk kam shku kështu. Nuk i denoncoha, pra se janë fëmijët e mirë. Mirat mirëve ishte që të denoncoshë momentin që më rrifte djali i madh. Unë të se bonda se s'disha me fol. Jo se nuk e kam menu. Nuk disha me fol italisht me këtë periudhë, 2012. Shumë pak jona. E nuk e bona, ha se do të jenë kopjere, ha se do të përmison, ha se do të thirin trunin. E ne prita, kam prit jashtë mase, për djalin e mos se do vjen mera ders, ja kam bo provokimet e mija, shumë raste, e në nusë jam ka morë, mi fjallë nusë djalit, më ka morë, më shumë se i ditë gjysë ka pas, që kishin hik, mi fjallë që ishin damë në këtë mënyrë, tragjike, më shpiton që bon gjak, e që në vogën për ndosokor, se që për mu të vodë, lëmë shima. E në më tha mu, ju përgjigja, me gjak fëtotësi, pa fare, pa i dhona si loj kuptimi që unë jem e mërzit, ose jem kësho. O ma, si je? Mirë, i thasho, si që në ke lonë? Si që në ke lonë të qajtë, ashtu e në të qajtë. E në ishte me gjithë me të ashtu. Nuk ishte se mu ishte të i bo... Pra djali madh hiku në një kasapan... Exakt. E kur ka telefonu nëse më shumë se ditë gjysë nështë ka pas,
ka thonë, o masi je, më shtu thashtë si që kelon, po babi, si që në kelon, po Juli, si që në kelon, e në vërtejta ishte ashtu. Se ishte, vetëm se nuk jashe me zonë. Unë po, se dilë që për jashtë. Po ti shkove në një qëndër? Prete që i zonë, shumë blak i qendra. Po telefonon bashortin tënë, po me sa duket ai nuk ka internet. Do jetë shumë vështirë që unë të lidhem në këto kushte me bashortin. Do ta provojmë më pas here sepse zëri ti duhet dëgjohet, por ndërkohë mund të marrim edhe djalin e vogël. Apo jo. Unë dua të ndaloj ke dhuna dhe pastaj nëse do kemi kohë dhe minuta, do ma tregosh me imtësi edhe largimin e atë ke qef. Por ne duam edhe mënyrën se si ti ke ikur. Po prapë, se këtë du me thonë që nuk më t'i loj fajt djalit vogël. E ka djali më fajnë komplet. Kjo depresion. E po ne ka ushtru dhunë. Më thonë të mu mrena... Tani mos justifiko dhunën e djalit. Djali vogël është i pa diagnostikuar, të lutem. Dakor, kush të qojnë ne? Ti si nën të qoje? Ku, si ti thojshe? Si ti thoje? Firojte për balkoni? Jo, një minut, se nuk mund të bësh këto diferenca midis djemve. Të lutem, zonja Minusha, nuk mund të justifikojmë dot dhunën. Unë justifikoj sepse on shkaku djali madh. Se e ka vujt shpirtnisht jashtë masë, për shumë me vite. Që më thonë të mu, kur bë mu fëmi, që faj ka që fëmije që ka letë më stje me afer meje. Ja, po bje një tjetër zile dhe është djali vogël, që po telefonot. Më du të thamë vërteta, nuk du të... O, ajde të shkojmë ta diagnostikojmë djalin e vogël, por kurse si, edhe me diagnostikimin e djalit vogël, nuk mund të tolerohet dhuna. Ti dhunën e ke pasur edhe nga bashorti, po ti dhunën e ke pasur edhe nga djali i madh. Tani, nuk mund të justifikojmë dot të voglin për shkak se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka përjetuar ai. S'është as djali i vogël në këto momente, është shumë e vështirë për t'u lidhur dhe me të. Nuk e di nëse ata gjenden në punë në këto orar? O di të prendin punjen. Po, ja, na e mbyll. Do mundohem me të dy t'ju dërgoj nga një mesazh. Do mundohem. Atëherë, ditën që ke marrë plaçkat, nuk i ke denoncuar në polici? Jo. Ke shkuar në një qendër? Atëherë, që me dali gjallë nga shtëpia, po. Mënyra se si reagoj ky fëmijë, këtë ditë diele, data 17 tetor, jo, 17 korrik, më falë. 17 korrik. 2022-shit, anu thash, me dale gjallë, po t'i kthejshë përgjigje, do ishe e vdekme. Mërë në shpi. Kishim 2 muaj që e kishim blejët shpi. Me kontribut në të treve. Nole babë e djallë. Pra ti ke pjesë takuse në këtë shtëpi, se unë kam pyetur edhe për ndarjen e pasurisë dhe the nuk kam pasuri. Në këtë shtëpi është kontributi të treve dhe të blesh një shtëpi, nuk është me dokumenta. Se ai ka kontrat pune, ne kemi dhënë njëm që kemi me pas lek në bankë që t'i japi banka bonus, ku si quhen, nuk di më dha shpre, që të pranoj me bo kontrat në shtëpisë. Se për s'pata lek rezervë në bankë nuk t'a bo. Me sa kuptoju nga gjithë situata dhe historia që ju po tregoni, problemi fillestar është fakti pse ju pranuat vllajin për të ardhur në shtëpi. E në shumë gjëra tjera. Jo, se nuk e ktheu mbrapsht, se daja erdhi, me qenë se ai nuk kishte telefonuar bashortin tuaj se u nda. Kjo ishte hera e parë, por me sa duket kam vijuar... Në përpara, mi fjali, kanë qenë kështu, për jo, si thonë, nuk folte, nuk thonë të mi mjesë. A mund të më thuash pak kush të dërgojnë në qendër dhe si ka mundësi që ti nuk shkon në polici të bësh denoncim dhe si qendra që ty të pranoj dhe të strehoj 2 vite 8 muaj, nuk kanë gjobitur, nuk kanë hetuar në lidhje me dhunuesit e tu. Ti si shkove në qendër, mund të ma tregosh pak? Dola ditë në orën 4:20 për shtëpi, po? Që më gjinë që e vdekme më shtëpi, po? E në kom nejtë mi pak mish. Ati kom fjetë gjithë natën, në orën 1 kom shku këtë vera shtëpi, se kom bly burit, po? Se ishte afer parko, i lypa robës, se ishte dola si që ishte karvat me bizama. Në orën 6:27 kom shku këtë komuna rezidencës, kom nejtë për para të tretë, më kënë gjetë tu, që ke, kom tek, e tërgova, që unë hikën kë asistente sociale,
E të rëgomën ato më pëtën, a do të denoncosh në polici, reglat nuk i dhja, se të dhja ca regla për para, e një kishë denonco. Thosho, i të denonco, të shkëmenë në nuk i kishë. Të lutem, atë ditë korriku që shpëtove veten dhe mirë pas ke bërë. Rregullat nuk e dije që duhet shkoje në polici, por ti ke qëndruar shumë gjatë në një qendër. Dua të di, kush të ka rrahur atë ditë, burri apo djali? Atë ditë djali ka folë vetëm fjalë, s'na ka lënë më hëngër drek, e mushi levamonin me pjatë të thëmë, me gotë të thëmë, si s'ka të gëtë të të. Formë dhumën është edhe ajo. Po, dakor, kam fjalën që a i erë dhoma, pse nuk shkovu me la me këtë të lavamonin, që ishin në 4 mbas ditës. Qartë, mirë. E nuk dole që po t'i ktheshe përgjigje, do të nisë të dhuna. E kuptoj. Dola për jashtë. Kështu që për t'ju shmangur dhunës dhe situatës së krijuar, ti e larguar dhe shumë mirë ke bërë, se sot je gjallë, shëndoshe mirë, po pas një pjesëtar të familjes, ato bashorti i cili ka dhunuar, është 3 vite më i vogël se ty, e shumë gjëra të tjera, unë gjithçka e kuptoj. Por që të vënë dorë edhe fëmijët e tu, sidomos djali i vogël me cilin ti ke jetuar, sepse djali i madh mori gruan, ka familjen e vet, ka fëmijët e vet sot dhe nuk ka komunikim, ai ka bërë zgjedhjen e tij. Është 42 vjeç, as me ty... Jo me më rraf mu 20 herë në ditë. Jo, dakord, për të rrahur ty. Po ashtu si të ka rrahur ai 20 herë në ditë, ashtu të ka rrahur edhe djali i vogël. Po. Dakord? Dhe ndërkohë, ai ka bërë zgjedhjen e tij duke mos folur as me babain dhe me vllain, as me ty. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Jemi rikthyer pas hapësirës së dytë publicitare, një publicitet i vështirë në fakt, ashtu siç ka qenë edhe fillimi i këtij transmetimi të sotëm, pasi kemi të bëjmë me një zonjë 70 vjeçare, ajo e tregoi mënyrën se si është larguar nga shtëpia. Djali i vogël thotë ka përjetuar shumë keq ikjen e djalit të madh, megjithatë jeta në këtë shtëpi ka vijuar, por ka vijuar mes dhunës që burrat e shtëpisë rrinin zonjën 70 vjeçare. Nuk i dija rregullat thotë në shtetin italian, por jam strehuar në një qendër rehabilitimi kundra dhunës ndaj grave dhe vajzave. 2 vite dhe 8 muaj nuk janë pak, ndërkohë që unë do doja të dija nga ty. Sa kohë ke pa folur me djemt? Me të madhin sa kohë bë? Që nuk e asnjë lloj komunikimi. 2011, gusht 2011 deri sot. Deri sot. Shumë vite. Me djalin e vogël, kur ja ke dëgjuar për herë të fundit zërin? Ditën që ke ikë nga shtëpia? Eksakt. S'po të pyes për burrin se gjithçka me të ka marrë fund. Ju jetoni afër njëri tjetrit? Provincën e Padova. Po, në provincën e Padovës. Por ndërkohë, e ke parë? Jeni hasur? Po, jam hasur gjatë periudhës që ishte në qendër. Çfarë bën? Qendër, si gjë s'ka bë. Përkundër, si më ka hap rrugën, për i thonë. Të ka hapur rrugën? Ka tentuar të flasi? Jo. Jo burri, flas për djalin. Jo, djalin nuk e kam taku. Se ke parë as me sy? E kam pa i ras me sy, me burrin e përplas 2 herë. Ke komuna që kishë rezidencën, gjithë shkoshe për dokumenta gjona, kështu pa tjetë, është dëdërim është. Ato e kam pa, i rastin da përplas kështu. Unë me biciklet, kështu, a i biciklet, kështu, a më shtet kështu që më hapi rrugën mu që më së të ishe, me fjallë më kalu makinë të më kërës. E në nuk ka tento me folë, vëtëm se më ka hap rrugë. Që më këtë periudhë më thoshin mu ja që do të rrugës. Në momentin që ti ike nga shtëpia, se dua t'ja jap pak fjalën avokatit, jemi drejt përfundimit, por nëse kemi shumë gjëra për treguar, do bëjmë edhe një tjetër emision, jam e sigurt, sapo të lexojnë mesazhet e mia, ato do reagojnë dhe do kërkojnë të flasin me emisionin. Atëherë, do doja të tjetë diçka. Ato e mësuan faktin që ti ke qenë në një qendër? E kanë kuptuar që ti kërkove mbrojtje? Gjitha. Jam penduar, si thua? Nuk di gjë. Tani, ti ke filluar çështjen e zgjidhjes martesës në Shqipëri. Në Itali. Kanë filluar seancat? Po, atëherë, ne, laskin të shku. Mihal, se unë nisë një herë, si quhet, konsensuale. Po, ju lënë në një periudhë seancë pajtimi. Kështë ina drejt tribunalës. Së di, nuk ina datë. Po.
Ti the që shtëpinë, duke qenë se djali punonte dhe ka rregulla dhe shumë gjëra të tjera, kredia është marrë në emrin e tij, por ju duhet kishit edhe lekë të tjera në bankë që ai nuk i kishte për shkak edhe të moshës, keni bashkuar forcat e të gjithëve, kontributin e të gjithëve, por që ju nuk figuroni. Dhe unë nuk e di se do ta provoj shteti italian këtë gjë, sepse është edhe kontributi jot gjithsesi. Nuk i kam pyetur ata. Okej. Ndalojmë pak ke Ibrahimi. Ibrahim, vërtet unë të kam shumë pranë. Vërtet fokusi dhe syri im ishte tek zonja, por veshët e mi ishin gjithmonë tek pëshërëtimet e tua. Është rast jashtëzakonisht shumë i dhimbshëm tani të kesh nënën e cila po rrëfen një histori shumë të dhimbshme të jetës saj, ku është e dhunuar nga bashkëshorti dhe nga 2 djemtë e saj, nuk mund të ketë më keq se kaq. Nuk e di se si mundet që një fëmijë apo aq më tepër djem që shquhet se kanë një lidhje, një marrëdhënie shumë të fortë me nënën, të arrin deri në atë pikë sa të dhunojnë nënën. Dhe për çfarë? Për muhabete të kota, muhabete të parëndësishme, muhabete të cilet janë shumë tepër të kalueshme, mjaftojnë që vetëm të ketë një komunikim normal. Unë do ta cilësoja këtë si një nga rastet më të dhimbshëm, sepse ti je në një shtet huaj, në moshën që është zonja. Ti kesh fëmijët, të kesh bashkëshortin atje dhe të jetosh në një qendër sociale, e dhunuar, pa përkrajen dhe mbështetjen e askush, mbi të gjitha e dhunuar nga familja, është një nga tronditjet më të forta psikologjike që mund të marri një person, një qenie humane mbi tokë. Nëse ne do kishim kaluar situata të tilla, nuk e di se si do arrinim dot që ta përballonim, dhe unë për këtë forcë që zonja po paraqet para nesh, por dhe përqendrimi që ajo ka mbajtur gjatë gjithë kohës, unë dua ta përgëzoj dhe i uroj jetë dhe shëndet sa më të gjatë dhe të qetë në vazhdimsi të jetës saj. Është jashtëzakonisht një emocion shumë i fortë që zonja po e përballon me sukses, që dali sot në një televizion kombëtar para të gjithë shqiptarëve, ku shikojnë miliona shikues, të tregojë historinë e vet dhe të ketë guximin të përballet me historinë e jetës saj, me fatin e saj dhe mbi të gjitha me krijesat e saj, me fëmijët e saj. Është jashtëzakonisht e dhimbshme dhe unë dua që t'i bëj një thirrje djemve të saj nëse po na dëgjojnë në këto momente. T'i qëndrojnë pranë nënës. Nëna është ajo dashuria më e madhe që mund të ekzistojë në këtë botë. Jo në këtë rast që ajo nuk ka asnjë faj, por sikur ajo t'ishte kriminale e botës, ju duhet t'i qëndroni krah dhe të jeni mbështetje për gjithë jetën e saj të mbetur. Duhet të jeni mirënjohës për çdo sakrificë që ajo ka bërë ndaj jush, dhe jo që ju ta braktisni dhe mbi të gjitha të jeni personat që e keni dhunuar. Përsa i përket pastaj e vis pjesës tjetër të funksionimit të marrëdhënieve shtet individ në shtetin italian, se dhe nuk jemi shumë kompetent për të folur për këtë pjesë, duke qenë se dhe Italia ka një legjislacion tjetër, por në parafërsinë e kemi thuajse të njëjtat dispozita ligjore. Shteti italian duhet kishte marrë masa në momenti që zonja është paraqitur në komunë tek shërbimi social, dhe duke ditur se sa i fortë është shërbimi social në Itali, se sa shumë kompetenca ka, ata duhet të kishin reaguar me indicje apo kryesisht për të vepruar ndaj personave që kanë ushtruar dhunë ndaj teje. Unë e kuptoj shumë mirë dhe shumë qartë dhe i kuptoj pozitat e tua, pavarësisht se ju nuk keni ditur gjuhë për të komunikuar. Nuk ka qenë ky qëllimi që ju nuk i keni denoncuar, sepse atje të ofrohet një përkthyes që ju të paraqisni problemin tuaj. Ju nuk e keni bërë se jeni nën, dhe nëna është ajo që mbron fëmijët në çdo lloj rasti dhe rreziku të mundshëm. Ju e keni bërë detyrën e nënës shumë mirë. Edhe pse jeni dhunuar nga djemtë tuaj, i keni mbrojtur duke mos i denoncuar. Pra sakrifica juaj është shumë fisht. Mundimi dhe dhimbshuria, dashuria atyre është zero. Prandaj edhe një herë duhet i bëj thirrje, t'i harrojnë të gjitha debatat e parëndësishme që kanë pasur familje, të gjejnë guximin, të afrohen, të takojnë nënën atyre dhe të rregullojnë dhe normalizojnë marrëdhëniet, sepse
jeta është e shkutër, kalon shumë shpejt dhe nuk kemi pse ne të jetojmë me këto brënga dhe këto sakrifica që nëna juaj po kalon. Ti bëre thirrje djemve dhe ndërkohë djali i vogël reagon në kohë reale, më pyet kush je, i them gjithçka, i them emrin, i prezantohem jo vetëm në emrin tim personal, por edhe të kësaj studio që drejtoj dhe televizionit ku punoj. Ndërkohë i them kam zonjën Minushe në studio, dëshiron të flasësh, tentoj ta marr dhe menjëherë ai nuk lë asnjë zile për t'i shkuar, por ma mbyll në kohë reale, dua ta provoj. Pra, a i reagon për të pyetur se kush jam, por ndërkohë mbyll telefonin. Zilja pje pak më gjatë tani, kam provuar 2 herë të tjera. E mbylli. Dhe unë shpresoj që deri të përballen e vis me këtë situatë edhe më nënën e tyre. Unë e pyes që dëshiron të flasësh, kam zonjën Minushe. Nuk i drejtohem as me kam nënën tënde, por me emrin e zonjës dhe vetëm fik telefonin dhe nuk po më reagon. Jam e sigurt të ndoshta që edhe mund të reagoj pas emisionit. Ndoshta pa një numër që... Ne zakonisht kur japim opinionet tona kemi dëshirë apo të paktën në mundësin, kemi mundësin që t'i dëgjojmë të dyja palët. Por unë jam i bindur në vetë që në gjykimin tim më mjafton vetëm dëshmia e njërës palë që është nëna. Dhe jam i predispozuar që ta besoj plotësisht në 100% të çdo fjale që ajo thot. Nuk kam nevojë fare të dëgjoj historinë se çfarë do parashtrojnë në djemtë e saj. Të kesh nënën në këtë lloj kushtesh, në këtë moshë, me një me sakrifica që ajo ka hequr jetën e saj dhe të vendosësh dorë mbi nënën, çfarë do lloj gjëje të ketë ndodhur, kjo është e pafalshme dhe e pa tolerueshme. Ata të gjejnë guximin të bëhen burra, të pranojnë fajet e tyre, të ulen dhe t'i kërkojnë jo falje, po t'i kërkojnë mëshirë nënës tyre, sepse ata kanë bërë jo vetëm faj, por kanë bërë një mëkat shumë të madh duke vendosur dorë mbi nënën e tyre. Të ulur përpara këmbëve të nënës, të kërkojnë mëshirë. Ti ulem në gjunjë edhe është pak, nuk mjafton. Të vendosësh dorë mbi nënën, në sy të bashkëshortes, vllajt edhe babait, kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndë dhe ngjarja bëhet shumë herë më tragjike sepse nuk është një moment dobësie edhe ka qenë vetëm edhe ka ndodhur. Kjo gjë është mirë pranuar në heshtje dhe nga të tjerët, gjë e cila i bën po kaq bashkëfajtor edhe djalin e vogël, edhe nusen e djalit të madh, por edhe bashkëshortin tuaj. Pra, kanë qënë spektator të një tragedie, vepre penale shumë të rëndë, si që është të dhuna në familje, edhe zotëria na e mbyll, se po tentoj vazhdimisht, a ka shpresë qoftë edhe për falje, se nëna nuk do t'i ulën fëmijët në Nëna me shpirt ja ka falur atyre. Ja ke falur? Ja ka falur me unë e shoh në sy, jo, në këtë atmosferë feste, a mundet që fëmijët të ndryshojnë? Si është puna, unë nuk kem të, si thonë, nuk... E visë, ajo nuk ka ardhur sot të kërkoj falje apo të marri falje. Ka ardhur sot të tregoj historinë e vetë, ta din gjithë se çfarë ka ndodhur. Ajo ka gjetur guximin të përballet me fatin e saj dhe historinë e jetës saj. Po, e kërkoj me shumë dinjitet, tha të dëgjoj zërin, po dua dhe zërin e të tjerëve. Po, këtë guxim nuk e kanë personat e tjerë që ne përmendëm gjatë diskutimit. Sepse ata kanë hodh baltë. Çfarë kanë thënë për ty? Dua ta dëgjoj. Se jemi në atmosferë festash dhe duhet që në atmosferë festash, duhet që gjithkush nga ne festa dhe tryeza për të festuar të reflektoj, të jesh më empatik, të jesh më i dashur, të flasësh me të tjerët, gjë që nuk ndodh në rastin tënd. Ti bëjmë djemt pra, se me bashortin gjithçka ka mbaruar, nuk kërkojmë, vetëm thjesht duam të dëgjojmë versionin e tij. Ora në këtë letërim më qef vetë në punë vetë, mjaftot të fol, të shkoj i modhi, e flas me vllane vetë, ta afroj vllane vetë. Pra, djali i madh i flasit voglit. Po, sepse... Po pse i vogli nuk mund shkoj të flasi me të madhin? Ja, s'ka arsye më shkue, jo po të them unë. E mbroj dem pikë fundit derisa të më lëshoj të futem grojt. Sepse i ka i modhi fajnët. 28 vjetë që boni mami. 28 fjallë par nga këndvështrimi jot, mund të ketë fajni madhi, por par nga këndvështrimi djalit të madh,
mund të, ju të gjithë jeni fajtor, se ai s'flet me asnjërin nga ju, ai është në rregull, nuk flet as me babain, as me vllajën, as me nënën. Arsyet, pse nuk i thot? A, ti kërkon arsyet? Arsyet i kërkojnë. Ati pse? Ti po të thuash në një ekran dhe në një studio që të shkoj i madhi ti kërkoj falje të voglit, ose ti flasi, atëherë këtu bëhet një lloj diference, për mendimin tim. Jo, për zotin, jo, se unë të herë, kam qenë me ta. Po çfarë problemi ka nëse i vogli shkon dhe i flet madhit? Çfarë problemi ka? Ai ka qenë pronto sokorsa i të voglin. Ti thot arsyet pse çojmë pronto sokorsa? Shkoj prap, se po na i thuaj ti arsyet, pra na i thuaj ti arsyet. Unë kam tentu gjatë këtyre viteve, para 2022 që kam hikur prej shtëpie. Kam tentu më shumë se 5 herë me djalin e madh. Përpara i çova çfarë pata shkruajt gjatë muajve 2012-s. Pa nuk e pata marrë sot, nuk e dishte se qartë. Se ta lexosh të jetë letër, thua zot. Po do kemi mundësi, se do rikthesh, në këtë studio do rikthesh. Se po nem gjithë, unë nuk jem tip që shprehem e zëjem në prezencë. Mi kam rrit për mena, ne kam shkujt gjitha. Që të kam bo mami? Këta i kam kërku. Më thuj vetëm këtë përgjigje. Se unë ku shkoj poshtë, në tokë o tjetë si për kaptin statë, kam qenë, e du të kërkoj çfarë të kam bo që më ke bëj gjithë të të zezët. Po të më kaqë, asë i gjotë tjetër. Nuk do asë më hongar, asë me pip nga i. Po të më thotë çfarë i kam bo, ati me gjithë nusën. Në qendër ke pasur mundësi të reflektosh. Më the që duke i mbajtur gjërat për brenda, ke mbajtur dhe shënime të cilat do t'i kemi në emisionin tjetër. Këta shënime unë i kam mbajt gjatë mujve që jetoshim i ven. A ke bërë një përmbledhje ku mund të kesh gabuar dhe për çfarë mund të kesh gabuar? I kam bërë miliona herë, s'kam asnjë lloj gabimi, se s'kam Je sigurt? 100%. Po nuk ka rëndësi të flasësh, rëndësi ka edhe kur vepron. Po, të kuptoj. Heshtje, qetësi, pa reka si gjë. Pa, nuk ti më ta shpjegoj. Po ndoshta heshtja dhe qetësia mund ta vrasë më shumë njeriu. E ke menduar këtë gjë? Po atëherë kur vetëm më fol me mua, unë ma shotoni të var. I pse përgjigje nosës. A kupto? Pavarësisht na e bojtë 99 zezët, unë prap thosha hasu do kthej. Hasu do kthej. Hasu do kthej. Kalon 9 mujet. E të thash që mori mas i vite e gjysë. Nusja djalit mund të ketë përgjegjësitë e saj, por për sa i përket që dhuna ka mbirë dhe është ulur këm kryq në familjen tënde nuk është faji i saj. Pritësh. Atëherë, unë ta laj vetën si det. Unë kërkoj djalit tem. Fute nusën me në shtëpi, nona më e keqe në botë. A mund të më shpërgjigje çfarë kam bë? Ka i duan. Çfarë të kam bë? Atëherë, ke kamera përballë teje, kameran që ke përballë, çfarë do t'i thojë djemve të tu, ndaj vetë kujt do t'i flasësh edhe si do t'i flasësh. Klodi, të kam kërku mami përgjigjen deri në 2012. Nuk më dhe përgjigje. Më the, o mami, bëjmë takim bashk, se nuk mund folë që faqe nusës. Kënë kalon 2 javë, ti nuk më the, mami, hajde folim bashkë. O ma, kam nevoj me folë me te. Mire ma, në thosh, a nuk kam nevoj me folë me te. Nuk e boni. Arsyet, unë nuk i di. Nuk më ka shpre. Djalit vogël që ti thuash? Djalit vogël i them. Shifje në tate, ata që ka bo, i ka bo. Që s'ka qenë. A do t'i thuash që ato mos të ke ndoshta merakun tënd? Ti ku jeton sot, se më duhet ta mbyll? Ti jeton me një çift, apo jo? Të cilët janë bashkëmoshatarët e tu, apo jo? Jo. Janë më të vegjël? Ata janë për si fëmijët e mi. Si fëmijët e tu, aq të vegjël. Kujdesen ata për ty? Atëherë... Ti jeton sot me një asistencë për t'ia thënë teleshikuesve? Po. Asistencë sociale. Asistencë, fillimisht ka qenë diku ke 400 euro dhe sot janë... 470, më sot është rrët, se Mitali kanë rrët, po e në shkret shmime. Ka shkuar rreth? 600. Rreth 600. Po. Me këto jeton ti? Po. Dhe në shtëpinë ku ti jeton, ndan ndoshta qirane asaj shtëpie me një çift, të cilët janë si fëmijët e tu. Është e vërtetë apo jo? Po. Je e lumtur? Përtej mallit për fëmijët. Atëherë. Jeton e qetë? Shpirtërisht flas. Qeshtu jetu e qetë, për keni problem të vogël të shej mes. Qofim që do mund të zgjidhim kur të hik të shej me dati 28. Është e vështirë. Ka lindi i problem tjetër prap. Ka lindi. Ato mrena. Aty mrena. Po. Jo me kopjen. Ano shumë i fortë në ky problem. Është i fortë. Shumë. E ruajmë për emisionin tjetër, t'jap fjalën që do rikthesh në këtë studio për të më sjellë edhe fletët e editarit. Kur mund të unë Do të flasim vetëm pas pak, më lërë të përshëndes avokatin, ke diçka fundit. Para se ta mbyllim, unë besoj se çelësi i suksesit për zgjidhjen e gjithë
kësaj marrëdhënie të thyer është bashkëshortja e djalit madh, unë i bëj thirrje që të reagoj, të gjej mundësinë të komunikoj me bashkëshortin e saj dhe të gjej mënyrat dhe rrjetin të komunikimit për t'i bashkuar gjithë. Se besoj se çelësi i zgjidhjes së problemit është bashkëshortja e djalit madh. Faleminderit avokat, faleminderit zonjë, faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti me shpresën që do ta rikthejmë për të lexuar ato fletët e ditarit, plagët e shpirtit, por që pas transmetimit, sapo ky emision tidhet edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, palatjetër do reagoj, djali më ka shkruar por ende nuk e ka marrë iniciativën për të folur me mua, ndoshta djali kërkon të flasë dhe të përballet me nënën, t'ia thot të vërtetat në sy, ndërkohë që kemi tentuar ditën e sotme të flasim edhe me bashortin me cilën me sa duket rruga e zgjedhjes së martesës ka nisur dhe do përfundoj shumë shpejt. Bashkë ndajemi këtu, të nderuar miq, për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.